يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريمي تكن الله عز وجل أتى فالندرويم بريتين ديهم ذا فاليا كركويم صلواتي يا درجونا محمد صلى الله عليه وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, në herën e kaluar folëm rreth një prej mrekullive që Allahu Azza wa Jalla i japa të dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte qarja e hënës. Mirë po mrekullitë e pejgamberit alayhis salam janë të shumta. Sot do ta përmend me një tjetër fillimisht para se me hyj tek ajo mrekulli, është ajo se muslimanët e kanë obligim për ta besuar atë se ne pyetemi në varr. Dhe dikush dënohet e dikush shpërblehet dhe ndin kënaqësitë e tij në varr. Dhe argumentet për ato se ka dënim, ka shpërblim, ka pyetje në varr, argumentet janë aq të shumta sa që për ty në Sheikhul Islam ibn Taymija kanë thonë se hadithet, thotë se hadithet që flasin për këto e arrin shkallën e mutawatirit. Mutawatir janë shkencën e hadithit kur një hadith, një temë arrit atë shumë numër të madh haditheve, atë shumë i madh dhe në vende të ndryshme të botës, dhe atë shumë sahabi e atë shumë gjenerate e dytë e bin atë lajmë, sa që është e pamundur me ardhe të gënjeshtra. E të që Islami, hadithet që flasin për dënimin dhe shpërblimin dhe për pyetjen e munkerit dhe nekirit në varr, janë si shkalla hadith, mutawatir. Kështu ka thonë edhe Ibn Rajab al-Hanbali se hadithet që flasin për dënimin, shpërblimin dhe për kërkim mbrojtje prej Allahut për dënimit e varrit, e hadithin e arrin shkallën e mutawatirit. Ndërsa pse e nisa me këto? Me tregu që njerëzit në përgjithësi njerëzit dhe e gjenet, ata që Allahu i ka dhënë mend, nuk e kanë mundësinë me ni ka shpërblehet, me ni atë të vdekurin në varr nga ka shpërblehet ose ka dënohet, nuk e kanë këtë mundësi. Me ni diçka prej vujtjeve të tyre, prej zërave të tyre, ndërsa Allahu Azza wa Jalla ja dha Muhamedit alayhi salatu wassalam këtë mrekulli, që ishte ai i cili indëgjante, Allahu ja mundësonte pejgamberit alayhi salam me ndëgju njerëzit duke u dënuar në varr. Duke u dënuar në varr, këto për e kishte veç pejgamberi alayhis salam. As e gjenë dhe shejtan se kanë këtë mundësi. Leje për njerëz, për as veç njerëz, as e gjenë dhe shejtanet. E pejgamberi asem e kishte këtë mundësi. Kjo është prej mrekullive që Allahu ja dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po e bi një argument, një hadith që vjen prej Zeid ibn Thabitit radiyallahu anhu, i cili të cilin hadith e sjell Imam Muslimi dhe të tjerë, thotë: ishmi me pejgamberin alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve duke udhtu dhe kalum pranë kopshtit të Beni Najjarit. Një fis Beni Najjar, e kishte një kopsht të madh. Edhe kalonëm ato pranë, kur gomarin të cilin kishte yp pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja nisi me levrit shumë, edhe ja nisi mu frigu sikur po shet diçka, sikur po nin diçka. Që këta nuk e nishin sahabët, thanë, na nuk nim se, nuk dëgjum diçka.
Atë shumë lëvizi gomari dhe u tremb sa që gati sa nuk ra pejgamberi alayhi salatu wasallam gati sa nuk ra në tuk. Atëherë nuk bani edhe shumë hapa, i pa një 4, 5, 6 vorre, të thot në hadith, i pa në ato rrethit. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, o ju shokët e mi, mos e dini najkosh për juve se vorët e kujt janë qëtu, a i dini personat që janë të varrosën të vorë, a i njefni, njëni prej sahabive tha, po i dërgumi Zotit, une i një, e di kush kanë qenë këta që i kanë varros këtu. Tha pejgamberi alayhi salam, tha ti me që po i njefshe, dhe pedishe, kur kanë vdek në islam, apo më ti kanë vdek ta? Tha i dërgumi Zotit, këta kanë vdekur në kohën e shirkut, në kohën e idhujtaris, në kohën kur i adhureshin putat, që si kanë qenë dhe kanë vdek. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha, vallahi tha, këta unë të shkanita, prej dënimit çka janë duke prej zhurmës, ose prej dënimit çka është duke i u dhonë këtyne, unë të shkanita zona që këta polshojnë, tha vallah, si kur mos u frigojsha për juve, se ju kopë vdekja me njëherë, kisha me i thonë Allahut, o Allah, mundësaj edhe shokëve të mi, le ta ndëgjojnë dënimin e këtyre njerëzve që janë duke u dënuar. Pra pejgamberi më tha, mirë po tha, kam frikë që si ti ndëgjën edhe ju, ato që ka unë po i ndëgjoj, juve do të mi varros tanëve pastaj se keni me vdek për i trishtimit të madh, e pastaj pejgamberi sa mu drejtu, tha nga ne dhe na tha, o shokët e mi, kërkoni që Allahu t'ju ruaj prej zjarmit të xhenemit. Tha na janë nisëm këj shokë që ishim i rrejtit tham, o Zot runa prej zjarmit të xhenemit. Vazhdoi pejgamberi, o shokët e mi, lutni shumë Allahun që t'ju mbron prej dënimit në varr. Tha na janë nisëm tham, o Zot runa prej dënimit në varr. Tha pejgamberi sa më tha, o ju shokët e mi, lutni Allahun që t'ju shpëton prej sprovave, fitneve, sprovave të dukshme dhe të padukshme, atyre që janë shfaqur dhe atyre që ende nuk janë shfaqur, ato që i din disa njerëz dhe ato që si din. Tha lutne, tha na janë nisëm me lutë Allah, na Zot runa prej sprovave të dukshme dhe të padukshme. Tha pejgamberi sa më ju shokët e mi, lutne Allahun që t'ju mbron prej sprovave së dëgjallit kur vjen. Tha na janë nisëm me thonë, o Zot i madh, runa prej sprovës së dëgjallit kur vjen ai në akhiri zaman. Ndërsa pse e sjella këtë hadith, me tregu që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ndëgjoi duke u dënu ata njerëzit mushrikin që ishin në ato vorre. Pastaj hadithi tjetër që e sjell gjithashtu Buhariu dhe Muslimi, që thot i vjen prej Ebu Ayyub al-Ansariut. Thot një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam doli edhe kaloi pranë disa varreve, në atë moment tha vetëm se pararoi dielli. Shef dielli pas kodës. Dhe i niti pejgamberi alayhi salatu wasalam disa zëra duke u dënuar dhe nasnitum sen. E tha pejgamberi sa më tha, Jehudun tu'adhabu fi kuburiha. Ato zona që ka i ndëgjova tha, ishin zëra të jehudve të cilët janë duke u dënuar në vorret e tyre. Jehud të cilët janë duke u dënu në vorret e tyre dhe janë kalshën klith madhe zëra, tha ato i nita tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj prej argumenteve të shumta që na tregojnë këtë mrekulli të pejgamberit alayhi salam, është edhe hadithi tjetër që ka sjell Buhariu dhe Muslimi gjithashtu prej Ibn Abbasit. Tha një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam kaloi pranë 2 vorreve. Dhe pejgamberi alayhi salam i ndëgjoi klithmat e atyre personave në ato 2 vorre duke u dënuar. Dhe për fat, ata 2 ishin musliman, por me gabime. Dhe i ndëgjoi zëra duke u dënuar. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, innahuma la yu'adhaban, wa ma yu'adhaban fi kabir. Tha këta 2 persona janë duke u dënuar. Edhe nuk janë duke u dënu për një diçka të madhe. Që dënë të thëtë, nuk janë duke u dënu për një diçka që ka s'kën mujt mu largu prej sajna. Janë duke u dënu për një diçka që nëse të tyre ka qenë vogël, por tek Allahu ka qenë madhe.
Tha, cila është ajo? Tha, njëri prej tyre ka qenë, thot ai që fekane la yastatiru min al-bawli, njëri prej tyre që duke u dënu në varr, tha, është ai që kur ka kry urin, nuk është në mshef prej njerëzve. Kur ka urinu, s'është në mshef prej njerëzve. Kur ka urinu, janë stërpikur edhe teshat e tij prej stërpikjes së urinit, po ka qenë i pakujdesshëm në urinimin e tij. Dhe për këtë që në sytë e tyre ka qenë e vogël, ani çka po baj, kur ç'po baj diçka të madhe, e tek Allahu është e madhe. Dhe për këtë tha, ky është duke u dënuar në varr. E tjetri, tha, ky tjetri varr, tha, ky personi në varr tjetri, tha, është duke u dënuar, tha, se ka qenë prej atyre që ka bartur fjalë. Ka qenë prej atyre që ka bërë përgojime. E që e vogël, tha, kjo është në sy të njerëzve. E vogël në sy të njerëzve. Ani qka? Po flas për nderin e njonit, nomi s'po bëhet, po e fy njonin, po e përgojoj dhe po e përqeshi, dhe po ja boj fjallët me pak shtesa ose edhe pa shtesa heq. Kut ati duket kur gjë, ndërsa tha, tek Allahu kjo është e madhe, dhe ai është duke u dënu në varrin e tij për këtë arsye. Për këto dhe argumentet shumëta, që mi mbledh ke dolin shumë hotbe, po ndeshta me përmbledh me këto, tregojnë ato që e tha Allah Azza wa Jalla në Kur'an, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allahu është ai që e din të msheften, dhe të msheften ai nuk ja tregon askujt illa man irtada mir rasul, veç nëse don Allah nai të msheft, me ja tregu nai pejgamberit të tij të veçantë, këtë ja tregon, për ndryshe të msheftën Allahu nuk ja tregon. Dhe kjo është ajo që Allahu ja tregoi pejgamberit, i ja dha mundësin, i ja dha këtë mrekulli pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai mini njerëzit duke u dënuar në varr si mrekulli dhe mësim për neve se jeta në varr është ose vujtje ose kënaqësi, për të mirët është kënaqësi, për të këqinjit është vujtje. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na fal të na mëshiron. Elusmi Allahun Azza wa Jall prej dënimit të varrit, Allahu të na shpëton. Elusmi Allahun Azza wa Jall që në gjennet me pejgamberat në takanu, alhamdulillahi rabbil alamin.